Mansur Koyase Baghelzadeh, bashkëshortja e udhëheqësit suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei, ka ndëruar jetë si pasojë e plagëve të marra gjatë sulmeve izraelite dhe amerikane ndaj Iranit. Kështu raporton Saber News, duke u konfirmuar edhe nga mediat iraniane dhe izraelite. Ajo ndodhej në gjendje kome pas goditjeve të shtunën në mëngjes. Përveç saj, sulmet rezultuan fatale edhe për Khamenein. Disa zyrtar të lartë dhe disa anëtar të familjes së tij, përfshirë një vajzë, një nip, një nuse dhe një dhëndër. Kjo ngjarje shënon një goditje të madhe për elitën politike dhe ushtarake të Iranit. Kush ishte bashkëshortja e Ali Khameneit? Mansur u lind në vitin 47 dhe u martua me Ali Khamenei në vitin 64. Babai i saj, Muhammad Esmail, ishte sipërmarrës i njohur. Gjatë periudhave të trazirave politike, përfshirë kohën e arrestimit të Khameneit nga regjimi i Shahut para revolucionit islamik të vitit 79, Mansur e mbështeti bashkëshortin në mënyrë diskrete duke qëndruar larg vëmendjes publike. Ndryshe nga shumë bashkëshorte të liderëve, ajo nuk mori rol publik apo funksione zyrtare. Jeta e saj dhe e familjes u zhvillua kryesisht në privatësi, duke mbrojtur imazhin dhe sigurinë e Khameneit. Çifti pati 6 fëmijë, 4 djem dhe 2 vajza. Fëmijët dhe ndikimi i tyre politik. Mediat dhe analistët politik kanë përqendruar vëmendjen tek Mojtaba Khamenei, konsideruar figura më me ndikim mes fëmijëve të Khameneit. Ai ka lidhje të forta politike duke u martuar me vajzën e politikanit Gholam Ali Haddad Adel dhe raportohet se ka pasur kontakte me gardën revolucionare dhe rrjete klerikale të larta. Masud Khamenei u martua me një anëtare të një familje me lidhje politike të lidhur me Mohsen Karezin, por ka mbajtur profil më të ulët publik. Fëmijët e tjerë të Khameneit kanë qëndruar kryesisht larg jetës publike, ndërsa informacioni mbi niprit e mbesat e tij, 7 në total, është i kufizuar. Një prej tyre, Mohamed Bagher Khamenei, është përmendur sporadikisht në dokumente zyrtare. Familja më e gjerë. Ali Khamenei kishte 3 vëllezër, përfshirë Muhammad dhe Heidi, dhe 4 motra. Njëra prej tyre, Badri, u internua gjatë razirave politike të viteve 80. Kjo tregon lidhjet e ngushta dhe sfidat që familja ka përjetuar gjatë dekadave të turbulencës politike iraniane, ndërsa vdekjet e fundit e vendosin këtë familje në qendër të një transformimi dramatik të elitës politike të vendit.